أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالمدرين dhe ladhrimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavatat dhe selamat I dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam. Paqja dhe mëshira e Zotit xhallahu ala qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqer besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar agjëruese, jemi në ligjëratën e radhës tek cikli I ligjëratave emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall. Dhe kemi përzgjedhur emrin e radhës që të flasim disa fjalë rreth këtij emri, emri I cili ka lidhshmëri me këtë muaj të bekuar të Ramazanit. E ky emër është sekur 3 herë në Kur'anin famlar. Është fjala për emrin e bukur të Allahut El Kerim, bujari apo dorëdhënësi. Allahu Azza wa Jall është I pasur, nuk ka nevojë për krijesat e tij. Përkundër kësaj, ai vazhdimisht është Kerim ndaj krijesave të tij në përgjithësi e në veçanti ndaj atyre që I nënshtrohen Allahut Azza wa Jall. Allahu subhanahu wa taala I ka thënë pejgamberit alayhi salatu wasalam, inna rabbi ghaniyun kerim, thuaju ty I dhujtarve se Zoti jem është I pasur, Zoti jem është bujar I madh subhanahu wa taala. Jemi në muaj e pranimit të duave dhe lutjeve, dhe e kemi një Zot I cili është dorëdhënës, bujar I madh, dhe kemi mundësinë që të përfitojmë nga bujaria e Tij xhallahu ala e pashtershme në këtë muaj të bujarisë. Mjafton që ti precizojmë kërkesat tona, mjafton që ti precizojmë lutjet tona, edhe çka duam të lypim realisht nga Allahu Azza wa Jall I cili është El Kerim subhanahu wa ta'ala. Alayhi salatu wassalam, kur ka folë për Allahun Azza wa Jall, konkretisht për këtë emër, ka thonën inna rabbakum hayyun kerimun yastahyi min al-'abdi idha rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra ose khaibatayn. Në këtë hadith vërtet tha pejgamberi sallam, Zoti juaj është hayi, I turpshëm, kerim, bujar I madh. Allahu turprohet kur robi I çon durt me I kërku diçka edhe me ja kthy gjevapin përgjigjen zero ose me ja kthy duart bosh. Vetëm paramendoni, edhe pse shembulli më I mirë tek Zotit, paramendoni një shembull këtë dunja. Kiron zor diçka. Edhe na, secili prej neve ka një dos, ka një haver. Edhe I shkon mendja që për këtë gajle që e kam, për këto pare bërë që po më duan, jo mi sigur që filanit një mesazh më ja çu më jep edhe se bon llaf këtë punë. Jo mi bindur që nëse s'mi gjen krejt parët, ai nuk më kthem me dur thot. Për kuna jetu me ndu kështu? Për një krijes që as pasurin që e ka të shtëpia se ka dorën e vet. Paramendoni kështu na mendojmë për një tjetrin që realisht duhet me qenë kjo bindje. Po çka duhet me qenë mendimi jon për Allahun Azza wa Jall? Që pasuria e tij është e pashtershme, pa kufishme. Pasuria e tij është gjigante. Andaj kemi Zot që është El Kerim, është bujar I madh. Dhe mjafton na që ta kërkojmë bujarinë e tij apo të kërkojmë nga bujaria e tij subhanahu wa taala. Allahu Azza wa Jall bujarinë e tij e ka derë këtë botë, po më shumë e kalon botën tjetër. Para mendoni një namaz me fal në xhami, llogaritë sikurse do thotë apo ka shpërblimin 27 sevap, apo 25 shkon transmetime. E dyta, ka thonë Ali sallallahu alaihi wasallam, men qara harfa min kitabillah, kush e lexon një shkronjë nga libri I Allahut Azza wa Jall, shpërblehet me 10 fish. A nuk është kjo bujaria Allahut ndaj neve? Men jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Kush e bën një punë të mirë, Allahu ka thonë në Islam të mirë, e ka sevapin e 10 mirave. O men jaa bis sayyiati fala yuzza illa mithlaha. Kush e bën një punë të keqe, një më një. Pastaj tjetra, për agjërimin, ka thonë pejgamberi, çdo vepër, hadithi kutsi, çdo vepër, ka thonë Allahu Azza wa Jall, shpërblehet nga 10 fish e deri në 700 fish e pa kufi. Për agjërimit. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Ai është për mua dhe unë di sa është për lej për te. Andaj shumë fishohen punë. Pse shumë fishohen punë? Se kemi të bëjmë
me një Zot i cili është El Kerim, është bujar. Po e ilustroj edhe një shembull konkret këtë dunjë, edhe pse shembulli më i lartë i takon Zotit xhelalu ala. Jemi duke punu për shembull me një fabrikë. Edhe punëtorët e dinë që punëdhënësi, pronari i fabrikës apo i projektit është njëri shumë bujar. Vetëm ai me pa të ti seriozitet, kur ta qese rrugën e shef që i ki 50 euro më shumë. Vetëm me pa seriozitet. Pastaj, me pa të këti që jetu bu punë shtes, ai ta shtonë një dosë tjetër të pagës mujore. Nëse kështu qenë ka me robrit e Zotit që ata as për vete nuk e kanë garantume pasurinë as jetën e tyre, se kanë duart e tyre, është në duart e Allahut azza wa xal, atëre çka bëhet fjalë te Allahu azza wa xal që është dordhonës edhe është bujar gjigant subhanahu wa taala. Andaj lutem Allahun azza wa xal që të bëhemi edhe na dordhonës, të bëhemi edhe na bujar, të bëjmë bamirësi çysh ka bu Allahu me neve bamirësi. Ta mësojmë diken çysh Allahu na ka mësuar neve. Ta udhëzojmë diken çysh Allahu na ka udhëzuar neve. Ti ndihmojmë diken që Allahu na ka ndihmuar neve, nga se nuk është bujaria, edhe dordhënia vetëm në çështje materiale, po është gjithë përfshirëse, edhe është më e gjerë, nga se Allahu i lartë madhruar e ka di që jo të gjitha krijesat kanë me qenë bamirësa, e kun fjalën kanë me qenë të pasur. Andaj edhe i varfri ka mundësi me bu bamirësi, edhe i varfri ka mundësi me qenë njëri bujar. Pra bujaria reale është e para bujaria që është në zemër, e pastaj bujaria që del nga dora e bamirësit edhe dordhënësit. Kjo na jep neve me kuptu që kemi të bëjmë me një Zot që është bujar i madh, me një Zot që bujaria e tij është e pakufishme. Andaj duhet ta kërkojmë mirësi nga ai subhanahu wa taala, nga sa ai është bujar dhe jep shumë. Dhe në takimin e ardhshëm Zoti i mësmiru, alhamdulillahi rabbil alamin.